Përshëndetje të gjithëve, mirë se rikthyer në një tjetër video. Këtë kohë kam bërë pak mungesa, por është një periudhë shumë intensive, është sezoni i provimeve. Dhe do vazhdoj deri në fund të korrikut, pastaj edhe temperaturat e larta, vapa na kputi fare, po bëra asgjë ndjeshe gjithë kohës e lodhur, por videot nuk do të mungojnë, videot do të jenë çdo javë. Dhe për të gjithë ju që po e shihoni këtë ditë të nxehta, kam vendosur t'ju tregoj se si mund të bëni në kushte shtëpie një locion i cili do t'ju ndihmojë të merrni sa më shpejt ngjyrë. Është vetëm një përbërës që jam e sigurt që një pjesë e madhe për ju që kanë në shtëpi, por dhe nëse keni shumë lehtë tek dyqani lagjes do ta gjeni. Nuk është vaj ulliri, nuk është karrot, vaj karote, as birr, as një gjë tjetër. Është një përbërës të cilin dha unë para pak kohësh nuk e dija fare që mund ta përdorja për këtë kohë, por që ka rezultuar shumë efektiv. Po të shikoni dhe foto të ndryshme, video në internet do ju tregojnë foto para dhe pas ekspozimit në diell, se sa shumë ky produkt i ka ndihmuar ato që të marrin në rrezet e diellit në një kohë shumë të shkurtër. Ndiqni videon e përgatitjes dhe do kthehemi përsëri pastaj. Pra kjo ishte edhe video që kisha përgatitur. Në qoftë se keni ndonjë paraqartësim, më shkruani me koment. Në qoftë se video ju pëlqen, mos harroni të bëni like dhe subscribe. Një këshill nga unë për të gjithë ju që keni nishane. Mundoni të përdorni me kujdes produktin, sepse është shumë e rëndësishme që të mbroni lëkurën tuaj, sidomos në ato zona ku jeni të ekspozuar me nishane nga rrezet e forta të diellit, sepse nuk duam që kjo të sjellë probleme të tjera të rënda për lëkurën. Të gjithë ju që do ta provoni, më shkruani për eksperiencën tuaj, e di që do ju jap rezultat. Dhe kaq, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Do shihemi javën tjetër me një episod tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.